Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin Personazhe në Fokus. Sot kemi të ftuar të veçantë përfaqësues të grupit folklorik Vaçezela Fjershegan, në të cilët kanë ruajtur me përkushtim prej perlat më të bukura të Myzeqes, dyshja myzeqare dhe vallja e ngjalës, tashmë të shpallura trashëgimi kombëtare. Një rrëfim për traditën, pasionin, trashëgimin që vazhdon të jetojë ndër breza. Pikërisht, ky grup është ai që ka mbajtur të trashëguar këto dy valle të shpallura tashmë, tradita dhe kultura kombëtare e një kombi. Me mua sot është zoti Novruz Xhaferri, përgjegjës i grupit artistik të ansamblit Vaçezela Fjersheganit. Nuk e faleminderit që e pjesë e emisionit Personazhe në Fokus për të qenë gjithçka dhe për të thënë gjithçka sot në këtë emision. Faleminderit edhe ju. Në radhë parë ju falenderoj për ftesën. Falenderoj TV Apollonin edhe ju si gazetar zoti Ndriçim Gjoshi. Faleminderit. Me mua sot veterani Aqif Senka, muzikant dhe valltar. Aqif, faleminderit që e pjesë e emisionit Personazhe në Fokus. Edhe ju e falenderoj shumë që më keni kujtuar ato kujtimet e mia të valleve të vjetra që nga 58-a. U falenderoj edhe ju si emision. Nuk mund të qëndroni pa sjellur dhe klarinetistin Hamdi Tafa, valltar, muzikant, pjesë e ansamblit të Fjersheganit. Zoti Tafa, faleminderit që jeni edhe ju pjesë e emisionit Personazhe në Fokus në këtë të shtunë. Faleminderit që na bëhet pjesë të emisioni ku do të mundohemi të ruajmë të çojmë përpara këto tradita të vyra po. Këtu duhet falenderojmë dhe drejtorin ekzekutiv të ansamblit Vaçezela Fjershegan, Maksim Kullën, i cili ndodhet përtej oqeanit. Faleminderit dhe Maksit që mban gjallë këtë grup që i jep shtys për ta çuar më para këto elementet e traditës kombëtare të zonës së Myzeqes. Nuk e për ta nisur me ju, sepse normale misioni jep atë rrjedhën e vet nga fillimi në fund, dhe gjithmonë pyetjet janë duke fokusuar gjithmonë të këto dy vallet që tashmë janë shpallur si elementi më kombëtar i Shqipërisë, që janë të ruajtur pikërisht nga ju si grup. Çfarë përfaqëson për ju dyshja myzeqare në traditën e Myzeqes? Vallja dyshje myzeqare është një ndër vallet më të vjetra të trevës së Myzeqes dhe është kultivuar nga të parët tanë. Dhe deri sot e kësaj dite ne, si brez më i ri nga ata, e kemi mbajtur gjallë. Në gjallë, do thotë, duke mbajtur gjallë me element me valltar si Aqif Senka, Sako Murati, që këta kanë qenë perla e vallës dyshje myzeqare. Po se të kujtojmë dhe të parët, Dyltopi, Zenel Myzeqari, Eguran Myzeqari, këta që e kanë zhvyer vallën dyshje në breza. O si keni arritur ju, mas ju jeni përgjegjës i këtij grupi të folkut Fjersheganit, do ta marrë në thonjza të gjithë këtë pjesë, që të runi këtë lloj tradite brenda këtij grupin në një mënyrë të shkëlqyer, në elegancën e bukur që ju shtojnë në tapetet e kuj në takime të ndryshme kombëtare apo ndoshta edhe ndërkombëtare. Vallet dyshje myzeqare, në çdo aktiviteti që kemi shkuar ne si ansambël, ka qenë vallja e parë që kemi kërcyer, vallën dyshje myzeqare dhe vallën Njalës. Me këto dy valla ne jemi përvezur në çdo aktivitet. Zoti Senka, kalim tek ju për të thënur, ti je më i vjetri, më veterani i grupit folklorik Fjershegani që ka marrë dhe emrin Vaçezela sot. A mund ta bëni pak historikun në themelimin e këtij grupi dhe pastaj dalim te elementi i kërcimeve dhe rrutja e traditës, kulturës, melodia bukur, fokusimi si kërcehet kjo vallë dyshje? Faleminderit për pyetjen. Kjo vallë kërcehet me pasion edhe duke me qenë që është vallja e vetme që kërcehet dhe duhet të jetë defaxhiu dhe klarinetisti mas skemës time si valltar. E vetme gjë, do të thënë komandohet nga valltari, jo si gjitha vallet e tjera. Përveç vallës dyshje është vallja Ngjales. Po. Si konvertohen të dyja këto vallet në elementin e kërcimit? Pikërisht këtu ku jemi ne, s'ka qenë që originatorë ja që kemi prapë shpinës tonë, këtu zishin njerët në atë kohë, këtu të zishin njerët në atë parë tanë, edhe këtu ishte bërë sebebi i vallës të Njalës. Cili është elementi karakteristik i vallës Njalës dhe vallës dyshje që ju e keni të fokusuar dhe të ruajtur mirë të mos ta lëshuar si element që këto të shpërbëhet? Po, vallja e Njalës ekzekutohet në sajt edhe të kërkesës edhe të pasionit të qefit, të argëtimit. Edhe pikërisht mu ku po themi une,
Edhe kjo pastaj shkoi na për dashmat, për gëzimet, kërcesh, me pasion, si për shembull në Koçaj të fshatit jon, Hekuran Muzeqari, mlisë edhe disa të tjerë valltar dhe ata, edhe kënaqesh me atë vallën e Njalës. Në cilin vit është formuar grupi? Grupi ishte formuar në vitin 58. Qendra e parë e grupit ka qenë në Barbullin, edhe pastaj erdhi në Fjeshegan. Kur u bashkuan 3 fshatra, erdhi në Fjeshegan, edhe më vonë vazhdoi radhë, nuk do le pa harruar ata të parët që e kanë nisur atë grup, si Gjadyli, Gjarizaj, se Gjaj theme se ishte më të vjetër nga neve, si Alimema i paharruar, Alimema shoku me mirë, valltari me mirë, i këtyre, të Njalës e të Dyshës Muzeqare, me te ka kësur më shumë herë, pastaj më vonë e këse edhe me Sakon, tash më vonë e këse edhe me Flamurin. Por, Valli Dyshe ka të paktën 3 element kryesor. Fillimin, nisjen e thyrjes, edhe pastaj finalin që është me të kryqëzim ata krahat, edhe më në fund është përqafimi, domethënë që është ai kënaqësia që kënaqem unë me shokun edhe që kënaqesh ti gjatë kërcimit dhe interpretimit në ajo pjesë që është mbajtur si element trashëgimie. Po, e qojsh. Po Valli i Njalës. Edhe Valli i Njalës gjithashtu, ashtu atë ka për kushtim që të maj traditat e para, ashtu siç kanë qenë atë para tanë, ne vazhdojmë me ato, prap me ato ngjyra, me ato pa hequr në një gjë asaj. Edhe unë kam dhe një shtesë. Patjetër që. Valli Dyshe Muzeqare kërcehet në gjithë muzeqen, po gjithsecili e kërcen marrë variantit vet. Neve na janë edhe ashtu është, sepse është më e bukur e Fjesheganit për arsye se Fjeshegani po ka përfaqësuar Vallin Dyshe të rrethit plushjes në festival Qeshna 58-a. Dakord. Edhe Valli i Njalës. Jam shumë dakord në këtë që thua ti, por unë do të thosha diçka tjetër që është akoma. Pse pikërisht u zgjodh grupi folklorik i Fjesheganit, Vaçe Zejla, për të dhënë këtë element të kërcimeve të Dyshës Muzeqare dhe të Vallit të Njalës? Si na thua? E veçanta e kësaj është se valltarët e Fjesheganit kanë ruajtur traditën e Vallës Dyshe Muzeqare. Të gjithë elementet e kërcimit nuk kanë lëvizur nga tabani muzeqar. Kurse po ta marrësh në Valli Dyshe kërcehet në Kuçov, në Berat, në Fier, po këto elemente që kemi ruajtur ne këta nuk i kanë dhe nuk e kërcejnë dhe sot e kësaj dite. Si e shikoni elementin e kërcimit të hedhjes këmbës Dyshë Muzeqare, kur dy partnerë që e kërcejnë këtë, duke pasur pjesën e melodisë ose mënyra e formulimit të vetë muzikës, në mënyrën e elementit të kërcimit, a është ajo në një rrjet të përbashkët? Patjetër që është një rrjet të përbashkët, kërcimi dhe muzika. Valli Dyshe Muzeqare. Të sinkronizuara. Po të sinkronizuara patjetër, nuk lëviz dot nga ato. Këto janë, pavarësisht se po të shikosh se sot e kësaj dite, për shembull, të rinj që e kultivojnë këtë vallë nuk janë në tabani muzeqar, siç e ruajmë ne. Për shembull, unë kam vënë re gjithmonë kur ju shkonin në aktivitete të ndryshme që shtrinin në tapete me kuq, gjithmonë vallet e juaja të grupit Fjesheganit duhet rokitën më shumë dhe i bëjnë qytetarë që edhe të arrin të kërcejnë. Dhe kjo është element që ju keni kap si kozat e njerëzve në lidhje me vallet tradicionale. Tradicionale dhe kemi ruajtur traditën e valleve, si të Vallës Njalës dhe të Vallës Dyshe. Nuk kemi dalë nga kornisa e këtyre valleve. Ku i gjeni elementin kur ju kërceni të vallës? Ju jeni përgjithësi grupi dhe elementi që runet e folkun e thelluar, që me ato koshin, ato vajza, ato djemët që hynë zbathur, si dikur. Ka shumë element, sidomos Valli i Njalës, edhe në kohët, për shembull, kur shkojnë për të gjujtur Njala ka një veçori që nuk zgjidh Njala me kosh. Po ti vinë re, të parë tanë ma një peshqirë në qafë. Dhe Njalën e kapte me kem, dhe fushte peshqirin e kapte me peshqirë se nuk rrëshkiste. Kurse kështu ndo rrëshkiste. Veçori e veçantë kjo. Po pjesa e bukurisë shtizës duke nxjerrë atë Njalën me performimin e plot që ja kjo valle ka dhe këtë performimin e bukur në fund. Kur shkonjë për zënë Njala, fillimisht kishte edhe kalamaj me vete. Trubulloni në ujti, Njala ka i veçori se po trubullu ujti del lart. Nuk rrip në baltë, si që bëni ju. Del lart. Edhe aty me pushnjare e gjonin. Elementi koreografik, si funksionon? To janë dhe pjesë e koreografisë ju. To janë dy valle që nuk kanë koreografi. Bravo. Janë të ruajtur tradicionalisht. Janë të ruajtur nga tradita. Po. Po elementi i ri si e merr këtë? Me vështirësi të madhe dhe elementi i ri ka dhe
çuna të rinj që e kanë qef. Po duke punuar me këta vjetit me Aqifi, me Sakun, dhe unë bashkë me këta, jemi mundur që i kemi afruar çunat e rinj. Unë do të kaloj te një pyetje të instrumentisti valltarit e Amdi Tapa, po do të them edhe diçka të veçantë Amdiu, sepse ndoshta nuk ja thash para fillimit të emisionit, dhe ta them tani. Amdiu është pikërisht në zonën e vet, lindur në këtë zonë. Dhe thjesht për t'ia bërë surprizë në këtë emision, unë do t'ja pyesja Amdiun pak për jetën e tij të shkurtër. Andi, ndoshta ti në jetën tënde s'ka dhënë një intervistë për jetën tënde reale, po unë do pyes, si të lindi ideja dhe dëshira që ti të bësh instrumentist, ti bie klarinetës, instrumentin e klarinetës, dhe sot je një nga njerëzit e dëgjuar të grupit folklorik Fjeshegani, ku që ke qenë shok me shumë orkestrantë ose muzikantë të këtij grupi që sot nuk jetojnë më. Të të falenderoj për pyetjen që më ngacmove edhe në rinin time. Muzika është thjesht me fjalë pasion. Çdo njeri duhet ta ketë pasion dhe talent për ta përvetësuar, për ta realizuar. Po më përpara instrumentit unë kam qenë shumë pasionant i valleve tradicionale të vjetra. Ku i kam kërcyer që në moshë të vogël. Thosh mirë, moshën 10 vjeç mbaj mend, edhe nuk do le pa përmendur tu ata të vjetrit, të atij brezi, para 3 brezave që unë merja elementet e asaj valle dyshe. Ka qenë shumë e kishin pasion këtë valle, po pak ishin ata që realizonin, që e kërcenin vërtet duke ruajtur elementet. Për të mbajtur thelbin e elementit tradicional. Edhe ne kemi pas një Xhaxhan që Xhaxhan e Ubaj që ka qenë valltar nga më të mirë. Po nuk mund ta anashkaloj dot edhe kur era në çiftlik. Valltarin e mirë, ose të themi një nga valltarët që ruante me fanatizëm çdo element vallës dyshe Shajb Gjoshi. Që unë e kam kërcyer disa qindra herë në për të gjitha gëzimet familjare. Edhe unë prisja atë edhe im prisja moj ta kërcen, edhe nga ai unë kam mësuar shumë nga elemente vallës dyshe që tregon një burruri në elementet e kërcyrit, në mbajtur atë pjesën tamam tradicionale për mos dalur nga vetvetja. Kjo është një valle që prek tokën, ngrihet këmba, sheshon vendin dhe i jep bukurinë e bukur të elementit kërcimit. Shumë allegro në kohën, në momentin e thyrjes, edhe në fund ka një përqafim që të thotë. A është rrutë kjo Hamdi sot ju jeni instrumentist sot dhe valltar? Deri tani unë e them sepse unë e ndjej edhe në interpretim, edhe në vall, edhe në kërcim. Deri tani ky brezi jon ka element që e kanë ruajtur këtë traditë. E ardhmja më duket pak e vështirë në të ardhmen, sepse në përgjithësi brezi i ri nuk është shumë i fokusuar tek tradita, ti thosh më mirë, ndonse duke ndërthurë traditën me elemente me të futur me muzikën e rrymës së kohës. Dhe kjo e bastardon atë pjesë muzikës bukur. Edhe një pjesë që e gëzojnë këtë talent, ose e kanë dëshirë ta përvetësojnë, në kohën që vend tek faza e mirë realizuar, largohen për çështjet të problemet e migracionit. Ju vini me sa di unë atë biografinë e familjes tënde, ju vini nga një familje muzikantësh, mos gaboj. Po, tradit e kemi pas edhe nga njerëzit e nënës, edhe nga njerëzit e babait. Pjesa më e madhe e njerëzit e nënës janë ka qenë gjithë muzikantë, edhe valltar. Të themi është një trashëgimi e të parëve tanë. Por treva jon ka padur në çdo fshat, se ne kemi bërë, ka pasur valltar të mirëfill të ruajtjes traditës popullore. Nuk mjanohet Barbullinja, Koçaj, kanë qenë këta që folën para folësit tanë, Çifliku që kemi ne në muri, çdo fshat ka patur 2-3 element që vërtet këto valle i kërcenin duke i ruajtur çdo element me fanatizëm. Si ndjet Hamdiu në moment që muzika, ose në moment që ti vetë e ke kërcyer atë vallën dyshe apo vallën e ngjalës, dhe kur je në instrument që ti gabon, çfarë bën Hamdiu? Çdo valle dhe çdo interpretim ka shumë emocion. Për atë që vërtet e ndjen shpirtërisht, ka shumë emocion. Ka momente pasaj mbrapa që dhe ndjemi keq, ose kërkojmë mendimin tek kolegët tanë, tek shokët, tek valltarët. Po jemi munduar ta ruajmë me të gjithë elementet siç thanë edhe para folësit tanë. Valle dyshe është një valle që ka paktën mbi 200 elementë. Që nga
Nisja që nga bashkimi që na hidhe këmbë, që ngritja e këmbës lart. Mbi dy këtë element që duan ruajtur me fanatizëm. Duan ruajtur atje siç na e kanë kërcyer të parë tanë, se kjo siç e thanë, kjo është një valle pa koreografi, kjo është një valle burimore ka populli, këtë e ka krijuar populli. Kjo vjen prej brezave. Unë ditë them që nga të vjetrit unë kam dëgjuar që e kërcenin dhe pa orkestër, pa saze. Këtë valle e meditoni e kërcenin dhe pa saze. Kush ka qenë ata, do ta thosh impresionistë të grupit folklorik Fjeshegan instrumentiste, që në moment që jam ndiu ka ardhur ky pjesa e grupit dhe ka ekzekutuar vallen dyshe po të njalës, dhe ata që kanë qenë para te, që kanë qenë pjesë e grupit, kanë thënë ndih këtu është e gabueshme, dhe mund ta përmend disa emra që janë pjesë që ka qenë ish kolegët tuaj. Në fakt, duke patur kaq gjatësi ansambli Vaçezela, Që nga viti 1958. Këtu kanë kaluar shumë breza, muzikantë dhe muzikantë edhe në valltar të nivelit të shkëlqyer, shumë të mirë. Edhe nuk lëm pa përmendur, siç ka qenë instrumentist Dane Çela, ka qenë themelusi i këtij grupi. Por nuk mund ta lëm pa përmendur dot dhe Izetopin, që ka qenë një nga Promotorët e parë të formimit grupit folklorik Fjeshegan. Ka qenë dhe muzikant, ka qenë koreograf, ka qenë valltar i nivelit të lartë. Duke përmendur edhe veteranin Aqil Sega, që kemi këtu parë. Ka pasur për krah. Edhe duke folur pastaj Fatmir Toshkollari, ka qenë një nga klarinetistët që të paktën për këto valle tradicionale ka qenë jashtëzakonisht i pastër dhe i prerë në muzikë. Bujar Pepa ka qenë pjesë e ansamblit edhe ai disa vite. Tashi Pjesët, shiko tani, trashëgimia kulturore ka një gjë, brezat lindin dhe varet se kush e ruan atë trashëgimi pas. Këtu i kishe bisedën me sa pa shumë. Përveç tyre, pjesa e grupit Fjesheganit, ansamblit Vaçezela sot, kush janë instrumentistët e vjetër që ti, se ti je pjesë e këtij ansambli, mos gaboj, që vitin 1980 80 ka marrë pjesë në ansambl. 1980 për e parë ka marrë pjesë, bravo. Kush janë këta instrumentistat e vjetër që janë pjesë muzikantësh, që ka qenë grupe, dikush ka ikur, dikush ka ardhur, para ma folku ka mbetur pa aty. Ka ngelur aty. Tradicional. Ka ngelur aty tradicional. Siç e tha dhe paraforci Andriu, ka qenë Dançela, po nuk lëm pa përmendur dhe Petrit muzikçarin. Defaxhiu. Likmema, çka ka qenë? Likmema valltar, veteran. Sako Murati. Mustafa muzikçari. Këta ka qenë valltar bërthama e ansamblit Vaçezela. Këta edhe sot e kësaj dite, për shembull, kemi pasur çuatrin Briken muzikçari, që është larguar për arsye problemet e tyre. Është larguar, por ka qenë valltari më i mirë. Nga më të rinjt. Romeo muzikçari. Nokia, do të them nuk vjen Nokia, e ka rrutur tek traditë të vjetër, e ka futur në xhep, dhe sot këtë elementin e vjetër që dikur e kishin që në vitet 1980 dhe ti sot kërkon ta koreografosh me brezën e ri. Unë gjithmonë do ruaj traditën e të parëve. Traditën e të parëve. Derisa të jem për shembull do ta ruaj të gjitha, dhe për çdo valle, sidomos valles dyshe muzikare të njalës. Dhe çunet e rinj që i ka marrë, që po i stërvis për vallen dyshe dhe vallen e njalës, prap këto elementi i kanë futur. Duke ruajtur traditë, originalitetin e valleve. Dhe juaj Senga vini nga një familje si vëllezër gjitha të muzikës. Ju si e runi këtë? Ne vetëm me që jemi me prejardhje të vjetër nga gjyshi im, nga babai im, unë vllai im që si thon me, tash mas neve që ka marrë zanatin, e ka marrë edhe dy çunet e vllait tim. Domethënë si Flamur Senga dhe Tafi Senga. Ai është defaqiu i mirë, që është defaqiu i në mandare e gjiu i ansamblit. Edhe Flamur Senga gjithashtu është valltar i këtij ansambli. Flamuri mos gabohesh, njeriu që bën vallën dyshe muzikare. Po. Edhe janë shumë valltar të mirë, instrumentistë të mirë, me këto ne vend ecim përpara. Po më bëj një pyetje ndoshta pak në thonjza. Kur ai kërcen vallën dyshe muzikare dhe Aqifi është prezencë, shikon nga pjesa tjetër ose ekranit apo tapetit kuq, bën një gabim. E këshillon Aqifi që për herë tjetër mos e bëjmë këtë gabim, sepse vallja është mos i mbaron vallja, patjetër. E pranon gabimin që ky element ka dalë jashtë kësaj. Dhe ai me def me dalë e pranon nëse ka, edhe ai kur ka gabim e pranon. Po ata kanë mësuar, dhe ata kanë vite që mësojnë.
me që se jemi i vjetri i grupit dhe je sot shqyr ky grup të ka sot gjallë, je mes tyre dhe shfaqjet e traditët në muzikare. Faleminderit zot. Ka diçka brenda këtij elementit vallës që është më e veçantë të veçantave dhe arqifit i ngjelet pen që kjo nuk përshkon ashtu si unë kam rrugë diku që më ka bërë gjithë këta njerëz që nuk jetojnë që ka vendosur të temë gur themeli brenda këtij ansambli, se të gjithë janë pjesë e këtij ansambli ka vendosur gur themeli dhe kanë ndërtuar këtë ansambl. E vërtet. Mua më ngjelet një gjë që ai e falenderoj atë drejtuesin e ansamblit aty në Vruz Xhaferi, që mundohet gjen element, vazhdon ja mësojmë vallet atyre elementeve, edhe më në fund këta largohen për arsye shkolle, për arsye të tjera, ku diun, dhe ai prapë është në hall për të gjetur njerëz të tjerë në ansambl. Për të kaluar pak te Nokia përsëri, ti e di që unë i kam qef këta që janë drejtuesa për t'i gacmuar nga pak. Si ka punuar grupi juaj për të rritur këto valle në formën e tyre autentike? Si, ne jemi një formë të tillë që shikoj unë grupin e kam mbajtur këtë formë, kam bërë këtë valle, kam kritikuar elementin e ri, kam kritikuar të vjetrin ndoshta për mos dalur nga ajo pjesa, sepse ti shikon më mirë se je përballë. Kur ky kërcon ose ky tjetri me muzikantin jon klarinetis jam diu bën melodinë dhe nuk korrespondon. Jam munduar gjithmonë për të ruajtur traditat. Po jo vetëm, po ka pas për krah dhe Sako Moratin, Akif Senkën. Në çdo lëvizje të çdo valle, valles dyshim zëqare dhe se ansambli i Fjesheganit quhet vetëm për valle. To kanë pas që në kohë të pikërisht ne për këtë jemi sot valltarët e të Fjesheganit. bukura të ruajtura tashmë. Me s'maj mend që nga 83-shi, valltarët e Fjesheganit dhe deri sot kanë marrë pjesë në festivalin folklorik të Gjirokastës. Valltarët e Fjesheganit kanë përfaqësuar Lushnjën dhe së fundi qarkun e Fierit. Ne jemi munduar për ta ruajtur traditën e valleve. Shpeshherë kanë qenë pjesëmarrës në shumë aktivitete dhe po t'i hym këtyre gjëra do na duhen emisione me orë të tëra, pasi unë përsëri do u kem në studio dhe do të fat përsëri u kem të gjithë bashku përsëri në atë studio që ju të flisni për traditën, kulturën, të gjitha me drejtë e veshje tradicionale të muzikës. Është kënaqësi të jesh në studio me ju si gazetar. Faleminderit dhe juve për të bërë një pjesë pak gacmuese përsëri nga brenda përsëri me ju, pasi do të drejtohem dy të ftuarve të tjerë. A keni bërë ndonjë ndryshim në interpretim, a keni qëndruar besnik traditës? Si? Keni bërë, s'keni bërë, keni dalur, s'keni dalur? Ajo që unë ta bëra pak më parë. Deri më sot nuk kemi bërë asnjë ndryshim, i kemi qëndruar traditës së valleve. Nuk kemi devijuar nga vallet. Mendon Aqif se keni qëndruar brenda traditës? Mundohemi që të bëjmë më të bukur, më të mirën, pa i lëvizur ato njërat e ato notat e bukura muzikore, ato hedhjet e këndve. Pa i lëvizur ato. Mundohemi të bëjmë më të mirë, më të bukur. Me që me që se je dhe me i vjetri i grupit, a ka të bëjmë mënyrat kryqëzyrën me lëvizjet e bukura të duarve? Shumë. Koreografinë e duarve? Patjetër, do të kombinoj lëvizja e këmbës, e kokës, e dorës, ku diun e shokut, ku diun ka shumë. Ju klarinetist në vallën e Dyshës, ka ndonjëherë që amdiu në moment që e shikon ata që kërcen dhe shkaurës i kalon nga pjesa melodike edhe thot gabova, çfarë duhet bëj tani? Si do dal? Po e thash që ka emocion, po duke qenë edhe pjesë e valles, thosh jam shumë i lidhur me valltarët, shumë i lidhur dhe nuk përtoj kur në A e ndje kam diu interpretimin e tyre? Jam në të dy rolet në të njëjtën kohë, sepse duke qenë valltar, e thash që kam kërcyer këtë valle me pasion që në moshën 10 vjeç. Edhe duke qenë pjesë edhe e valles dhe në interpretim, dua që çdo gjë të realizohet sa më mirë dhe e ruajtur sa më tradicionalist nga të dy anët. Themi që deri diku e kemi arritur se dhe festivalin e fundit që u mbajt në Kosovë i valles dyshe ne morëm çmimin e parë të festivalit. Për të kaluar tek ajo pjesa Akif Senka me Sako Moratin. Po, për të kaluar tek ajo pjesa, meqense jeni instrumentist dhe kjo pyetje i blen për të tre, po meqense ke fjalën dhe unë do të kaloj te kjo pjesa tjetër. Sa kohë duhet për të përkushtuar dhe të kërkosh përgatitje një interpretimi të saktë të këtyre valleve, të dyja valleve, vallja e Dyshës dhe e Ngjalës? Unë mund ta quaj një njeri që ka dëshirë për t'i ruajtur dhe për t'i realizuar sa më mirë, sa të jetë gjallë duhet të studioj çdo element, çdo timull të këtyre dy valleve, se Ka kohë të nuk përcaktuar? janë vallet, nuk janë tradicion, nuk janë koreografike, janë valle burimore, janë
ku çdo element është i dal nga populli dhe kërkon shumë. Është forca zemrës që lidh me natyrën. Me natyrën. Kërkon butësinë, kërkon element që është edhe ekspresiv, janë shumë elemente të ndërthurur. Këtu duhet dal pak tek përgjegjësia jonë. Nokia, për mua unë e quaj një sakrificë të madh grupin e Qesheganit, se unë kam marrë thoj 10 vjeçaren e fundit pjesëtar i këtij grupi, po të ruash një grup me gjithë këto vlera në një kohë ti themi që kemi kaluar 10 Ka vështirësirat e veta çdo grup, ka vështirësirat edhe financiare, sepse puna fare interpretimi dhe njerëzit i mbledhur sot duan mënyra monetare. Edhe kur me fjalë të thosh me përkushtim të jashtëzakonshëm, edhe të Max Kullës që nuk do ta harrojmë si drejtor artistik të grupit, sepse edhe ai ka kontribuar nga që ne kemi qenë pjesëmarrës të gjithë festivaleve folklorike, qoftë në Kosovë, në Maqedoni, edhe në disa vende tjera të Evropës dhe në Shqipëri. Për të ruajtur si traditë shumë e vështirë, sepse kërkohet, se unë e shoh Vallën e Ngjalës të luajtur, të kërcuar vetëm nga grupi i valltarëve të Vaçezelës Fjershegan. Është një vallë që nuk e ndesh në asnjë ansambël, në asnjë grup tjetër folklorik, qoftë brenda dhe jashtë vendit. Është një vallë e luajtur vetëm nga kjo trup. E ruajtur me të gjitha elementet, edhe koshi, edhe fushnjeri, edhe peshqiri në qafë, deri në ditët që ne po flasim. A do të arrim dot neve që të lëm një brez mbas 10 vjetësh që të ketë këtë trashëgimi, këtë do të lëm kohës. Do mundohemi në vazhdim të bisedës ti. Do të bëj një pyetje që vazhdimësisht ta mbiut, sa humbet kohë Nokia për të qenë pjesë të përgatisi këto grupe apo këto grupet e të rinj apo të vjetër që këti ke pjesëmarrës për të dalë nesër në një aktivitet kombëtar. Me valltarët e vjetër nuk u mas fare, se valltarët e vjetër e din vallet në 12 datës të ngresh, hajde të japim i din vallet. Problemin e ka me elementin femër. Janë të reja dhe du një farë kohë, për 3 ditë jam i gatshëm që të jap koncert. Të sjellësh në skenë. Të sjell në skenë me valltarët e rinj dhe me elementin femër. Ju si i vjetri, si e shikoni këtë mënyrën e përgatitjes të një si them, mënyrën e grupit apo pjesëmarrës që janë pjesë e këtij aktiviteti që për performimin. A do të kohë shkutur për ta përgatitur apo të gjatë? Si ka këtë pjesë? Mbaret në elementi që të zgjedhësh. Siç e tha dhe përgjegjësi Nokia, kështu ishte ajo, domethënë, edhe ai ka vështirësi, por edhe në të vjetit duam që mos ai elementi i mos gabojë, mësohet që të vinë në atë nivelin tonë ku vetë japin një koncert. Kështu që ka ato vështirësitë e veta. Megjithatë, ne e realizojmë. Çfarë roli luan kostumet dhe muzika tradicionale në rrugën e identitetit të tyre në grup? Jemi munduar që kostumografin e ansamblit ta ruajmë, siç ka qenë tradit, siç e kemi pas ne si myzeqe. Edhe ne si grup jemi rujtur. I kemi marrë, po të thosh, të gjithë elementet, siç është jeleku, Mongolia, siç e themi ne, mbrapa që shallvaret, i kemi rujtur tradit, nuk kemi devijuar fare nga tradita. Fare nga veshja e parë, siç ka kërcyer arkivi në 68-ën, ato janë dhe sot e kësaj dite. Me ato elemente. Se nga këto veshje të kostumit tradicional popullor meseqar janë të trashëguara. Tek sholisha ashtu. Janë 2 palë kostume më duket. I kemi rujtur në fanatizëm. 2 palë kostume. Edhe të femrave po gjithashtu, janë tradita të vjetra, janë mbajtur kostumet e vjetra. I ka rujtur. Si me i grupit, do t'i tava, ti kenu i vretën në lidhje me veshjen e kostumeve tradicionale popullore që ruan grupi Fjersheganit, kenu një kështu që të shikoj se kjo nuk është pjesë e jonja, so kemi futur një element pak të ndryshuar këtu. Për të qenë veshja, kostumet popullore është identiteti i këtij grupi, Fjershegan, është pasaporta e myzeqes. E ruajtur sepse disa elemente të këtyre veshjeve unë i kam parë tek njerëzit, pararësit tanë, edhe në për shtëpia, në për familje, ose kur veni në përgëzime familjare. Si që është qeleshja ose takia, brezi ka qenë tradicional, në myzeqe, me fjalë pararësit tanë e mbanin shpesh veshur. Shallvaret, me fjalë, kjo është ajo tradita dhe Nokia me, të thoshë mirë, me mundim të jashtëzakonshëm, se mund të themi që është financim nga vetë Nokia,
një përkushtim i jashtëzakonshëm që i ka mbledhur, i ka ruajtur me gjithë identitetin që kanë. Qysh nga Jopinga që themi neve e Valltarit, që është prej lëkure, është një veçori e veçantë me atë pupën e kuqe lidhur, edhe deri tek Mëngorja, apo Qylafja, apo Qeleshja. Për të kaluar përsëri te përgjegjësi dhe sepse ti edhe rolin e përgjegjësit që mban grupin gjallë, po edhe koreografi i grupit. Si reagojnë të rinjët kur ti i thua, shiko, tani do bëjmë përgatitje, sepse pikërisht ne sot na ka mbledhur veç dy vallet, vallja Dyshe Mezeqare dhe vallja Ngjales. Dhe reagimi këtyre të rinjve kur ti mbledh për të bërë atë programi, për të bërë atë punën tënde të përditshme dhe i thua, shiko, sot do punojmë 2 orë në lidhje me vallën. Si reagojnë ata të rinjët? Deri tani e presim me kënaqësi, kur unë i ftoj. Ata bile se më thonë vetë, kur do mblidhemi, kur do bëjmë prova. E kanë të rinj që janë afruar te grupi, e kanë kënaqësi për shkak kur bëjmë prova. Janë të gatshëm. Dhe në emrin tim personal unë do të bëj një tip përshëndetje për këta të rinj të grupit folklorik Vaçe Zela të Fjesheganit, pasi na dhuruan një spektakël shumë të bukur këta të rinj bashkë me brezin e vjetër në natën e ndrimit të viteve kur pritëm 2026 pikërisht në studiot e televizionit Apollon. Për mos dal nga vetja të kthehemi përsëri aty, zoti Senga, ti si shikon brezin e ri për të ruajtur këto 2 valle tradicionale? Jam shumë i falenduar edhe në brezin e ri, deri sot që kanë filluar që kanë ardhur në këtë ansambël, në ansambël Vaçe Zela, jam shumë i falenduar. Bëhet qef që edhe ata kanë pasion, kanë dëshirë për të ardhur edhe për të mësuar këto valle. Për të kaluar tek një pyetje që është kënaqësi për ju, për të tre ju që jeni të ftuar, por edhe për ata që janë sot nuk janë, se s'kemi mundësinë për t'i ftuar të gjithë në emision, dhe ata që janë pjesë e grupit folklorik të Fjesheganit, duke falendëruar drejtuesin Max Kullon që ne e falendëruam në fillim, po të gjithë ata elementet e rinj apo të vjetë që janë pjesë e kësaj, unë do të bëj një pyetje faktike për të tre. Çfarë ndjesie jep fakti që këto 2 valle tashmë të shpatura trashëgimi kulturore, që është një kënaqësi jo vetëm për grupin e Fjesheganit, po për gjithë trevën e Myzeqes? Kjo është një kënaqësi e madhe, që 2 vallet e ansamblit Vaçe Zela Fjesheganit të shpallën trashëgimi kulturore. Kjo tregon që ne si valltar e kemi ruajtur dhe do ta ruajmë në kohë trashëgimin kulturore të këtyre 2 valleve. Është kënaqësi kur dalim atje dhe thonë, vallet e Fjesheganit, po janë shpallur trashëgimi kulturore. Kjo është bukuria dhe elementi dhe fakti që faktikisht këto 2 valle janë, thjesht është vetëm trashëgimia. Trashëgimia është elementi fakt. Fakti kryesor është se është ruajtur trashëgimia kulturore të këto 2 valle. A kanë ndikuar institucionet e Bashkisë Lushnje për t'i dhënë vlera këtyre 2 elementeve kryesor? A mu ke diçka për të thënë në lidhje me institucionet e Bashkisë? Institucionet e Bashkisë janë për t'u falendëruar. Kryetarja e Bashkisë zonjë Selda Sefa dhe drejtori i muzeut në Lushnje, Niko Ferra, që kanë bërë të pamundur për këto 2 valle të futen në trashëgimin kulturore. Niko në përshëndes, sepse shpeshherë pjesë e elementit të emisionit Personazhe në Fokus dhe është një nga njerëzit që është shumë kërkues për qytetin e Lushnjës. Të kaloj pak, kush është ndjesia, zoti Senga? Për mua është më në fund, mas kaq mundimesh, na doli djersa, domethënë. A i mundimi prej vite që ju keni shpallur në çdo lloj tapeti kuq. Jeni certifikuar, lauruar, keni marrë certifikata. Më në fund doli rezultati, doli ajo rezultati jon. Ajo djersa jon, vetëm këtë kam unë. Dhe i bravo i qoftë të gjithë pjesëtarëve që kanë marrë që nga 58 deri sot, me të rinj edhe me të vjetër. Edhe një kujtim edhe ata që kanë rënë, që si jetojnë me. Se dhe ajo merit kanë dhe ata. Përveç se sot jeni ju të grupit, përfaqësuese të këtij grupi. Ky grup ka dhe elementë të tjerë që janë duke filluar nga zonjat, nga vajzat, që janë pjesë e këtij grupi, që kanë dhënë sakrificën e tyre edhe në valle dhe në këngë të tjera. Po pikërisht emisioni sot që ne kemi pas në Fokus vetëm thjesht 2 valle tradicionale, tashmë të ruajtura mirë dhe të trashëguara. Pikërisht për të kaluar tek ajo pjesa se avash çdo fillim ka një fund të emisionit dhe neve jemi drejt fundit përgjes noke, po para se të kaloj të ajo mbytja që do bësh ti me mua në fund, unë do të kaloja tek ekipi që është më i madh dhe më veterani i këtij grupi, që në themelimin e tij, duke ne i dhënë zonës Fjesheganit, do të thënë një emër shumë të madh,
jo vetëm ju, po të gjithë ata që e kanë formuar këtë grup që në nisje dhe deri sot që vazhdon të mbahet gjallë. A keni ju një mesazh të fortë për të u shprehur sot për të thënë këtyre të rinjve që të ruajnë këto vlera në të ardhmen? Jo vetëm kaq atyre që janë, që kanë qenë edhe janë, po unë bëri një thirrje, një si them, që të gjithë ata të rinj që kanë dëshirë edhe janë këtu të vinë të afrohen me ansamblin ton edhe që të hecim përpara akoma. Këtë kam. Zoti Tafa, ju kishit diçka? Mund të them vetëm që të dy këto valle që morën këtë status tregojnë në plan të parë lashësinë e tyre, sepse kjo e bën një që jep vlerë, sepse këto valle janë shumë të vjetra të luajtur nga populli në përgjithësa gëzimet familjare. Edhe e dyta është që faktikisht ky ansambël, këto valle që i ka interpretuar dhe i ka ruajtur, edhe ka marrë disa çmime të para. Mund të themi që vallëtarët e valles dyshe muzikale në festivalin e Gjirokastrës, mund të themi që 80% të festivaleve ka qenë interpretuar nga vallëtarët e Fshehganit. Dhe ky është ai shpërblimi që një punë e palodhur, ndër vite e ruajtur me fanatizëm, një punë e gjithë ansamblit. Falenderojmë, po themi si fillim kur futesh te një pjesë, një grupi artistësh, nuk i qenë dot vete. Mirë po, të themi që është shumë e vështirë për ta ruajtur, për ta mbajtur, aq i thot, po iku ky brezi jon që ka patur kaq dëshirë, kaq vullnet për këto valle të vjetra që i kemi mësuar, si thashun, vindim në përgëzime familjare, edhe e kërkonim atë valltarin e mirë, kur të vinte ta bënim sepse donim atë dyshën tisht ashtu. Kur të vinte miku ta prisë bukur e të gjitha me se thashun për Shaipin, sepse shikonte gjithmonë nga porta kur të vinte një valltar që kur të vija unë që ta kërcenim ashtu në mënyrë tradicionale, bashkë me Bearnezën, me Bearnezën, të hapnim tokën me të kujtuar të dy. Prandaj që ishte vlerësim jashtëzakonshëm i drejtuesve të grupit, sepse të thoshmi ishte kontributi pa çmuar nuk gjej dot fjalë. Është kontributi pa çmuar sepse janë disa breza që vinë, përgatiten, vinë në nivelin e mirë dhe për arsye të shkollimit apo të problemit ekonomik ikin emigrojnë jashtë vendit, edhe do fillosh nga e para. Edhe ende neve nuk e kemi dot një çift të rinjësh të vegjël që ta kemi të përgatitur për vallën dyshe. Edhe na duhet të punojmë shumë, megjithatë qifin se kemi inkonën e shëndetit dhe të këtij grupi që kur thot ai 58-ën ka kërcyer dyshe në festival Gjirokastra është për t'u adhuruar. Është një arkiv më vete hapësirës. Edhe drejtuesi i grupit është një punë unë falë se ta mbyll me noken, sepse dy herë thjesht më bët qefi që një njeri që është kaq impulsiv në pjesën e punës së tij të përditshme, unë do të parë se të kaloj te mesazhi i fortë i nokës për rrugët dhe vlerat, do të bëj një pyetje vetëm thjesht për noken, por mos u futur juve në këtë pjesë sepse është pjesë e një përgjegjësi dhe një drejtuesi. A është e vështirë në ana financiare për ta mbajtur të grup? Pse ju keni sot të gjithë të drejtën para kamerës dhe para ekranit të madh të televizionit Apollon, që është një nga televizionet që mbulon 90% të territorit dhe në shumë kompani digjitale, për t'i bërë thirrje jo vetëm biznesmenëve, institucionet, dëshira madhe për të investuar, për të kontribuar, për ta mbajtur këtë ansambël gjallë në breza. A ke mundësi sot je përballë kamerës dhe ke fatin ti t'ia thuash shtetëve? Ne gjithmonë i kemi bërë këto kërkesa për ta ndihmuar ne si ansambël. Sakrificat tona si drejtues i ansamblit ka qenë të jashtëzakonshme. Duke vënë edhe punuar për ansamblin. Ndoshta edhe dikush si simbolike, rëndësi ka që të mbahet gjallë kjo traditë, sepse me se vallet dyja vallë u shpallën tani, që ditë të ruajtura si trashëgimi kulturore të një vendi, zona e Fshehganit apo Myzeqeja ose Lushnja ka shumë biznese që mundësisht, po ja bëj edhe një thirrje nëpërmjet ekranit që mund të ndihmojnë të ansambël për ta mbajtur gjallë, për të mbajtur jo vetëm thjesht ansamblin,
por vlerat që sot u trashëguan, këto vlera që të gjithë ne së bashku do të jemi bashkë për t'i ruajtur dhe për t'i trashëguar në breza. Jam plotësisht dakord me thirrjen që bën ju, po edhe kemi biseduar dhe me kryetarin e bashkisë, që na ka dhënë llafën që do të na animoj Për qëtë pjesë aktive në çdo aktivitet që na ka dhënë llafën që do na animoj, po nuk lehet pa përmendur edhe drejtorin e ansamblit, Maksim Kulla, që na ka ndihmuar dhe ai në mënyrë financiare. Na ka ndihmuar në 4-5 aktivitete që kemi shkuar jashtë, transportin na ka siguruar ai. Përveç këto mesazhet e përcjellura drejt për drejt dhe besoj se ky mesazh i jon i përbashkët nuk besoj të bjerë në vesh të shurë, do të ketë biznesmen që janë artë të dashës dhe të vinë aty te pjesa e ansamblit, se do bëhen pjesë e një trashëgimie kulturore nesër, cili do të ishte mesazhi juaj akoma për të rinjët, për rujtjen e folkut, për rujtjen e traditës dhe kulturës. I bëj thirrje gjithë të rinjve që kanë dëshirë për të ruajtur traditat e Vallës muzikare, jo dyshes muzikare dhe vallësnjale, por shumë valla tjera, kam besim që do t'i arrijmë qëllimin, që këto traditat e folkut muzikar, të perlave të muzikës, dyshes dhe vallësnjales, ne do mundohemi t'i ruajmë me fanatizëm. Këto ishin historitë dhe pasioni mes dy valleve të mbartura në shpirtin e muzikës. Faleminderit të tre të ftuarve. Faleminderit Aqif, ju më i vjetri, faleminderit përgjithësi grupit Novruz. Faleminderit dhe ju si media. Faleminderit dhe ty Hamdi, Tafa, Klanjetis, Valltare, gjitha në radhë. Gjithçka që keni kontribuar dhe në emër të emisionit Personazhe në Fokus, por besoj se dhe në emër të gjithë muzikërve që sot identifikuat muzikën, duke mbajtur të trashëguara këto dy valle. Të dashur miq, çdo fillim ka një fund. Besoj gjithçka kemi thënë. Besoj që vetë ju jeni ata që do vendosni të mirat dhe mirësitë e këtij grupit për të vazhduar më gjatë. Besoj kjo thirrja jone e fundit për shumë biznese, për shumë individ të veçantë. Ndihmojini grupin folklorik të Fjersheganit Vaçezela, që na ruaj traditën, na ruaj dhe kulturën në breza. Miropafshim në Personazhe në Fokus në një histori tjetër që mbart vëmendje të veçantë.